nëse do kish, nëse martohesh nesër pas nesër. Po. Zoti ta bëf marr inshallah martohesh, bësh fëmijë inshallah e pash me jetë, po nuk e kam atëre, po thjesht po ta bëj si pyetje, me pas 2 fëmijë çun dhe i goc. Qa do ishe më mirë të kishe, gocën kurva për qunin bëllqirë? Nuk e zi... Qunin bëllqirë? Se gocën kurva. Gocën bëhet kurva se unë i shoh ja. Do me thënë gocën e ke sigur të kurvë, po qunin varikarin. Me pyet qunin, kujt i ngjan, mamit apo babit? Nëse do vllai, nëse do, se jemi live, kemi 7300 veta, nëse do, po ke telefon tjetër, mund të marrësh në i shok në telefon këtë dush, kërkon ndihmën e në njerit, kujt doj? Merre në njerit. Okej. E çfarë i them? O vlla, kam geste i pyetje, thuj, ke kalova fazën e parë, jam te faza 2, thuj. Kujt do ishte më mirë ti ngjante? Ja, se e marru, një sekund. Një sekund. Ape më të shqitja dhe nape. Por çfarë dlloj? Hiqe fakte. Çaj dika këto këlloj, si do shish derën? Ças dika ky shija rrot, kush është kjo? Sa ja? Apo tjetër? Sa pyet tjetër, kush është kjo? Është tani do më thënë. Dal tash. Po ju të tregoj, kush është? Prit një sekund. Ma nxirr. Shkruaj herë tash. Thoj marron greca në punë. Qa punon ke kështu hosës çan këto? Pa ik me varikar, nuk e du fare. Ose thuje varikar, thuj ka qef greca. Nuk e